Nuk është ky titulli, Ledio. Sigur të dhja. Koca ta nisa unë të riun. A i ka marrë të vjetër e ka vënë këtu, ndërkohë unë ta nisa të zëllëja. Ekzekutimi i rinasit. Do pak kohë. Të pathënat e Ilir Kullës. Kulla, që kemi të një? Mirë shumë. Mirë? Mirë shumë. Nërkohë që Ledio po flet me çunat e titrave të rregulloj titullin, jo se ky vlen. Po këtu interesante është të dim ç'thot Kulla, i cili ka mbaruar zënja Zotrinj, siç e dini, një shkollë ushtarake. Dhe jo vetëm në Shqipëri, disa shkolla, por dhe nëpër Europë. Kulla është një geo-ushtarak o strategjik i papar, dhe unë përfitojnë nga rasti, nga ky formim që ka Ilir Kulla, miku im i vjetër dhe i këtij emisioni, dhe që ju e doni kaj shumë e zi e prisni çdo të premte. Bravo, Ledio, je e papar. Shikon se sa shpejt reagon ky Ledio, më prandaj kam xhano dhe e dua shumë. Gjë që s'ndodhë, ja çon para një minutë titullin. Është i papar, se është vetë regji, vetë teknik, i bën të gjithë. Ka zonë e lirë që është interaktiv. Është komplet, është në proces gjithkohon, po. Ka dhe këtë video në Ledio tani të rinasit. Ore Kulla, ti si ushtarak që je, a mund të më thuash, mund të na shpjegosh ushtarakisht vrasjen e tmerrshme, ekzekutimin e tmerrshëm në Rinas para 3 ditësh në orën midis orës 2 dhe 3 mbasdite. Si ka ndodhur, si e shef ti me syrin e një njeriu që merr vesh nga lëvizjet e ushtarëve, nga armët, nga mënyra si pozicionohen, Isha të nesme se fluturova, isha jashtë. Të nesme që i bie, a kjo ndodhi më duket të martën apo të Kjo ndodhi të martën? Jo, të mërkurën më duket. Jo, të martën, Të martën, po, sot jam i e premte. Edhe unë isha të nesme dhe shkova dhe pash. Kjo është kamera që vjen nga fundi i hotelit që ka këtë pjesë të rrugës. Dhe nga aty, të pjesa parë e hotelit, të një nga këto të kuqet që është muri i jashtëm, dallohet mirë një plumb që ka goditur hotelin. Jashtë, një plumb kallashe. Ja dhe vrapojnë këta burra tu. Okej, aty. Po ta bëjmë më nga dalë, do ta shpjegojmë... Më nga dalë, kam përshtypjen se nuk e bën dot. Po e bëri Ledio këtë më nga dalë, tani live, pastaj do jetë perë. Ta ribëj dhe një herë nga fillim. Jo, është vështirë shumë, s'kemi kohë. Jepi Kulla, s'ka gjë. Se e përsëritet kjo, e kemi kështu ne, e kemi në... Ta ripërsërit. Jepet gjithkohon. Gjë e parë, makina është në krahun këthe dhe e pret. Në momentin që ka marrë sinjalin që është rritur, kalon dhe shkon në krahun ende Matan, që ndodhet përballë VIP-it të aeroportit. Po. Ata janë në ja afrohet makina, kalon një Audi e bardhë, po që s'është dhe tani vjen Benzi i bardhë. Shiko lëvizjen e tyre. Ata janë përqendruar dhe qëllojnë direkt makinën. Këta njerëzit largohen. Po, në moment i zhurmës, po. Qëllojnë direkt makinën. Dhe e ndjekin. Nëse ti do shikosh me kujdes, pozicioni i tyre ja ku është pozicioni, ajo është një skuadër ushtarake treshe të vendosur një i pari këtu. Po e qëlluan nga brenda? E kanë qëlluar jo nga jashtë. Nga jashtë, kanë dalë. Po shiko se si janë vendosur edhe. I pari godet këtu, ai që ka antiplumin kryesor, është më i rënd. I dyti është vendosur këtu dhe i treti është vendosur pak më mbrapa. Kanë krijuar një lloj trekëndshi, po themi është drejt. Është një rreshtim ushtarak. Dhe shiko dhe mënyrën se si mbajnë armën. Ai që godet ka vajtur aty përpara, i ngec arma. Ky tjetri ka lëvizur makinën, i është afruar. Ky afrohet, ndërron armën. Ai tjetri është në makinë, pra njëri po ruan shpatullat prapa vjen, pasi kanë qelluar. Tjetri po e ruan këtu, i ka dhënë armën. Ky shkon dhe i jep goditjen e fundit. Ata presin dhe janë në këmbë, janë duke asistuar. Ai mbaron, ai akoma nuk ka zbritur sepse vazhdon i ruan shpatullat atij. Dhe këto janë të ngjashme. Po tani ç'ishte ky momenti që lëvizin tani me njëri tjetrin? Hop, vin deri te rrethi atje. Ça japin? Vjen prapë, qëllon prapë ai. Po, edhe sepse të parit i ngeci arma. Jo, ajo u bën në fillim pra. Po pra e bëri, kthehet dhe jep goditjen tjetër, sepse la i armën që ngeci Po ça mori pistolet pastaj? Jo. Po Kalashnikov, po ja ka marrë aty tjetër që ishin. Pra janë 3 Kalashnikov. Nuk ka pistolet fare. Jo, s'ka pistolet. Janë Kalashnikov dhe plumbat janë të gjithë në vend ngjarje. E gjitha kjo gjë ka ndodhur në më pak në rreth 1 minutë e gjithë kjo gjë. 60 sekonda thuati. Po, ja, kemë filmimin, pra. Momentin që afrohet makina, ky kaloi atje, pra, lëvizja e parë. Ky kalon dhe kalon në anën aty, pra afrohet ngjitur ku do vi mjeti. Mjeti vjen, kalon Audi bardh,
dhe këta shohin që po vjen benci bardh. Dhe kam vetëm 2 metra, 1 metër, qëllojmë, bu. Tani qëllon që ai merr, nuk kalon aty nga, dhe merr që të futet këtej me shpresën që do iki, ndonë se ka rrugën e zënë. Dhe qëllojnë. Unë shkova në vend ngjarje pas që atje ku është përplasur makina është thyer dhe ai Karexhata. Ajo trotuari. Pra, trotuari kujt i rrethit? Jo i rrethit, i pjesës ku përplaset. Dakord. Është thyer e ke atje, po të shkosh e shikon dhe është. Dhe ti e shikon lëvizjet se si kanë. Ati i ngec arma, ai shkon i jep armën e vet, Kalashnikovin e vet, dhe kthehet dhe merr Kalashnikovin e atij tjetrit pastaj. Ndërkohë që njëri është në makinë, shoferi nuk del fare, mjeti është me xhama të zinj, dhe mjeti kujt? Mjeti i autorëve. Ja, që godat. Dhe jemi përballë një lëvizje klasike ushtarake. Ti mendon që është operacion totalisht ushtarak ky? Janë njerëz cilët privatisht ose jo privatisht kanë marrë stërvitje ushtarake. Nuk janë të shëndosh, nuk janë me bark, nuk janë të gjatë, nuk janë të shkurtër. Janë trupa mesatar, të stërvitur, përgatitur dhe që rrinë në qëndrim ushtarak me njëri tjetrin. Po të shohësh momentin që godasin, ata janë vendosur, pra ajo është një vendosje klasike e një skuadre ushtarake. Jo njëri pas tjetrit, po njëri këtu, tjetri kështu ansor, brapa. Janë njëri këtu, tjetri këtu dhe tjetri këtu, edhe e gjithë kjo ndodhë në 60 sekonda dhe ata largohen, edhe sikur aty të kishte polic, posto, blok që të kishte, ata në 1 minutë kishin mbaruar punë. E gjithë kjo gjë shifet vetëm në ato stërvitet ushtarake që ne shohim her pas here që bën. Sa po do të pyesja? Që bëjnë forcat speciale të ushtrisë ose që bën Renea, që ne i transmetojnë ne kur shkojnë ministrat. Po ku ndryshojnë nga për shembull ku ndryshojnë nga tipat e Reneas, kjo lloj, ky operacion? Ky operacion për shembull, pra si bëhet diferenca midis Reneas dhe ushtrisë? Se Renea për shumë nuk është pjesë e ushtrisë. Jo, është policisë, po forca speciale. Ato janë forca speciale të ushtrisë, ato janë forca speciale të... Po kanë të njëjtat skema? Në këto raste i kanë shumë të ngjashme. Ti shoh mënyra se si vendosen, mënyra se si e mbajnë armën, mënyra se si qëndrojnë me njëri tjetrin, dhe ti e shef që ata janë njerëz nuk kanë panik fare. Shikon, s'ka panik. Nuk ka panik. Po, edhe ecin janë komplet të ftohtë. Ua, çfarë, si ka mundësi. Dhe megjithatë kulla un kam një pyetje. Si ka mundësi që i bloko arma? Ti për shumë që je specialist. Arma mund të blokohet, unë mendoj ka 2 arsye që mund të blokohet. Një është ka gjithmonë një mundësi që të blokohet arma, por unë mendoj që ta lloj Kalashnikovësh janë bërë në mënyrë të veçantë për të përdorur plumat blindshpues kundër mjeteve të blinduar. Po si ishte mjeti blinduar pra drejtë? Në unë kujtoja se ishte i blinduar. Gjysmë i blinduar, po ata nuk e kanë ditë ka qenë i blinduar apo jo. Ata kanë menduar se mund të jetë i blinduar, edhe në këto plumat blindshpues këta përpunojnë dhe ndonjëherë këta vetë mund ta bllokojnë armën. Ndodh. Atë shenjën si e bëre? Po bllokoj sepse janë vjaskat. Bëre ashtu, e bëre ndryshe shenjën. Janë vjaskat. Janë vjaskat e Kalashnikovit. Mos e bësh shenjë zhaman. Janë vjaskat e Kalashnikovit, cilët mund ndodhi dhe bllokojnë. Por goditjen e parë ata nuk janë bllokuar, mund ndodhi që është bllokuar kur është afruar aty. Po ti e shef që gjaftësia e tyre më bëri. Me qetësinë cilët janë ata, shisjesh. Ja, nga këtu deri në përfundimin e saj, këto janë 10 sekondat e para. Dhe më thënë, ata kanë mbaru punë 10 sekonda. Pjesa tjetër është për ta garantuar që dhe i nuk ka vajtur nga ana e shoferit, ka vajtur nga ana e pasagjerit, të ndjerit që ka ndru jetë aty, edhe pastaj, ja, ti e shef, mjeti është afruar, ka ndruar armën, ai ka shkuar prapë në ty, ai ka kthyer armën në makinë, ja ka marrë armën në ti tjetrit, dhe është kthyer prapë që ti ruaj shpatullat këti, në rast të ndërhyrjes të në tjetrit. Pyta. Kanë mbaruar dhe janë larguar. Gjithë kjo ka zgjatur 1 minutë. As në filmat e Hollywoodit se ke pa një skënd tjetër. Çfarë? E frikshme, është kur e mendoj. Dhe po të vësh re, goditja e fundit është në gomë. Goditja e fundit ka rënë, pse në fundi ka rënë gomë, si ka rënë goditja e fundit është në goma që makina mos lëvizi më. Në gjitha rastet makina s'lëvizte më sa ta kishim degur, po është bërë për të qenë sigurt që nuk do të ashtu. Dhe janë larguar. Kulla, para si nga kjo fabrit, falenderoj shumë për këtë shpjegim që më bëre. Kam 2 detaje të vogla, po shkurtimisht fare. Një e para, që ti them dhe vetë, se përsa s'dua të haroj, se më lindi kështë natyrshëm në emision. E para, sa e mundshme është që këta të jenë ende në detyrë, autorët? Se di? Ata me maska normalisht, askush se di, po nga mënyra se si performojnë.
Dhe e dyta që dua të bëj është tipi që është plagosur, që është akoma në spital, në reanimacion, kulla, që është intubuar, që e ka emrin, mos gaboj, një sekund, e ka emrin... Mustafa Sheqeri, Mustafa... Si e kishte? Po, Mustafa Sheqeri. Po, personi, sepse me edhi kjo mesazh mua pak, më ka arë që ditën që bëmë misën, personi plagosur në atentatin e së martës sot, e zdon të jetë agent i AMP-s që është policia e policive, e policisë. Zdo të thotë gjë, AMP-ja bën aktivitet inteligjencë për policinë e shtetit dhe për një pjesë, pra është shërbim inteligjent i policisë shtetit dhe zdo të thotë që ai mund të ketë pas një funksion si informator, mund të ketë qenë shofer, mund të ketë qenë asistent brenda sistemit të AMP-s. Fakti që një person i AMP-s është në shoqërinë dhe shkon, pra duket që janë të afërt apo jo, ishin bashkë në Barcelonë në 7 nëntor. Mirë, pra në rregull. Pra, pyetja ime për ty është e thjeshtë fare, valla, dhe këtu vërtet kjo vërtet është shqetësuese kulla, dhe ne duhet ta ngrëmë zërin, se për shembull, një nga njerëzit politik në këtë vend tha, ka ngrit pyetje thorore, si ka mundësi, kush i vë këta njerëz të punojnë në këtë, më fal të mbaroj, në këto organet e specializuara të shtetit, në këto agjenci, pyetja bëhet kush e emëroi, për shembull, Berisha tha dje, sepse po dëgjosh, kjo është gjithandaj në rrjetet sociale, ka thënë që e ka vënë ky ish ministri i brendshëm, Ervin Hoxha për shembull. Ervini ka qenë një nga drejtorët më të rëndësishëm Berishës kur Berisha ishte në pushtet, e diti? Kjo zotot asgjë pra. Ka qenë shef kabineti i drejtorit përgjithshëm policisë, ka qenë një nga drejtorët më të rëndësishëm në atë kohë dhe vazhdoi drejtor edhe në këtë kohë, sepse këta janë njerëzit. Pikërisht. Pyetja është kaq e lehtë të futesh në AMP. Emrimi jo, është një proces duhet parë se duhet certifikuar njerëzit apo jo? Po sigurisht, është një proces Se kjo është pyetja valla. Është një proces burokratik i cili është komplet i verifikueshëm se si ka ndodhur. Kjo gjë ama nuk duhet na bëjë të heqim vëmendje sepse janë dy gjëra. Një se si është bërë ky zotëria pjesë e agjencisë inteligjencës së policisë, dhe pjesa tjetër është ngjarja se si ka ndodhur, se ne tani para se të bëjmë shërbimin inteligjent për ata që kanë vdekur ose që janë në prag të vdekjes, duhet të shohim edhe ngjarjen nga pikpamja teknike, prandaj unë nuk do të hyj pjesës politike, sepse ajo i takon drejtësisë tash të merret si ka ndodhur dhe që ky zotëria është bërë pjesë e kësaj, sepse ky ndoshta nuk ka pasur probleme me drejtsinë para se të hynte aty. Ku e di? Jo, nuk thashën që ka pasur, më jo. Ndoshta ky mund të ketë qenë në një operacion të mbuluar të policisë shtetit si infiltruar, ku e di. Dhe nuk i dim këto gjëra. Këto gjëra i sqaron hetimi më vonë, gjë që unë s'do vi të bëj avokatin e djallit dhe as më njëri as tjetrin. Çështja është që ky operacion ushtarak në aeroportin e Rinasit mes ditës për 1 minutë është një gjë që edhe në filma shumë e vështirë ta shohësh me këtë lloj saktësie. Ku ndryshon ky ekzekutim, se nuk janë kaq të shpeshta ekzekutimet kaq me këtë lloj performance në Shqipëri. Nga ekzekutimi që ishte bërë Artan Santos vite më parë përballë bankës në mes bllokut. Në orën 9:00. Ishte jo profesional, domethënë aty dhe aty ishte ai Artan. Ishte profesional ai thoti? Në mes bllokut në orën 9:30. Në mes bllokut 9:30 pati afër edhe mbaroi punën, domethënë nuk ishte, kurse kjo ishte një prit e mirëfillt. Kjo ishte një prit e mirëfillt, ti e pe lëvizjen si ata lëvizjen nga aty. Në fund është një pistolet, më thonë. Në fund është një pistolet tani më vjen mesazhi. Ndoshta. Kanë pistoletën në fund ai po. Ne nuk e shohim, ne shohim armët që ata kanë përdorur dhe saksin. E gjithë kjo ka zgjatur 1 minutë. 1 minutë. Pra nga momenti që ka lëviz mjeti, që ka ardhur ai, që është goditur, që është bërë goditja përfundimtare dhe largimin përfundimtar është 1 minutë. Sigurisht që në këtë lloj operacioni, kulla po mos kesh informacione shtetërore, është e pamundur që ti dish gjithë detajet se çfarë makine është, ku do kalojë etj. Nuk besoj se është sipërmarrje private kjo. Jo, nga kjo gjëra, jo tash unë këtu nuk mund ta abuzoj, por një gjë do ta them. Po tani. Aeroporti i Rinasit, duke qenë që është një objekt i rëndësisë veçantë për nga siguria dhe duke qenë që edhe në të kaluarën ka patur probleme, siç është grabitja e parave brenda Rinasit, brenda avionit e tjerë, dhe ajo ka ndodhur pak a shumë në njëjtën kohë. Presupozohet, siç është po të shkosh në Turqi, ti para se të hysh dhe kur del nga aeroporti ke gjithmonë një postoblok sigurie. Po të shkosh në Rom, ke gjithmonë një patrullë ose 2 patrulla karabinjerësh ose edhe Milano, karabinjerësh ose policie. Aeroporti i Rinasit, për rëndësinë e madhe strategjike që ka, është strategjik.
nuk mund të rri me këto kushte sigurie dhe nuk mund t'i besohet e gjithë siguria vetëm atij që bën security-n Kastrati. brenda. Qartë e kuptova. Çështja këtu është që ajo është shumë më e rëndësishme se sa të qenit vetëm një aeroport civil. Është objekti më strategjik i Shqipërisë. Sakt. Ledio, Po. kalojmë të fabula tjetër. La vita continua.